Po flasim në nivele bazike, kur ti kërkon punën e parë, se nëse ne flasim për kurikulum dhe nëse flasim se si do prezantohesh, për shembull vjen nga Evropa, nga një vend që ka të drejtë punësimi këtu. Mentaliteti në vendin e tij është krejt ndryshe dhe dhënia e një interviste është krejt ndryshe dhe nuk e kalon, si thotemi, thjesht për mënyrën se si ai është shprehur, duke përfshirë dhe këtu prezent që jam. Intervistat e mia të para. Trova punë për shembull nga një institut kërkimesh. Ke tjetër, unë isha shumë konfidente, biles edhe ai drejtori i madh ekzekutiv që ishte edhe pjesë e intervistës, por unë e pyeta për diçka, tha ti ma vodhe pyetjen. Pse? Unë e njeh punën, e njofta sistemin dhe kisha konfidencë. Dhe unë mora direkt punën. Ne po diskutojmë për atë që nuk dim, janë të rinj, nuk dim si të mbajnë një Faleminderit Rezi që na rikujton dhe na rikë. Në fakt, Endri po e bën shumë mirë këtë rolin e antagonistit, por në fakt ne të Alizari merremi më tepër pikërisht me fillimet e një individi. Dhe planifikimi i karrierës vjen në nivele të ndryshme, me do e mos, dhe varet synimi i individit. Do me thënë, pa ditur se ku do të shkojë ai njeriu, asnjë nuk është në gjendje që ta orientojë. Është shumë e rëndësishme që të dim edhe nga ka ardhur individi. Në mënyrë që të krijojmë atë rrugën e hapur. Tani dua të flas pak për sa i përket CV-s që ti the dhe si mund ta ndihmojmë individin në faza të ndryshme. Atëherë faza e parë nuk fillon kur ti aplikon për vendin e punës. Faza e parë fillon kur ti identifikon vendet që janë të përshtatshme për kushtet e tua momentalisht. Jo për ëndrrën tënde, smart, objektivin tënd, ndoshta jo ëndrrën, në 2 vitet e ardhshme, në 3 vitet e ardhshme etj. Dhe është shumë e rëndësishme për ta kuptuar këtë. Ndaj pritshmëritë tona duhet të jenë në të njëjtin nivel me përshtatshmërinë e pozicionit të një pune specifike me ato aftësi që ne kemi. Jo, ky është hapi parë si. Është shumë e rëndësishme që njeriu të kuptojë, nuk është vetëm CV-ja. Se kemi konciz të japim një guide, udhëzim sa më të përmbledhur, me pika nëse është e mundur, që mos hapi i parë është identifikimi i pozicionit të punës si të përputhjes së aftësive tua personale. Pikërisht. Hapi i dytë është përgatitja e kërkimit për këto vende pune. Dhe kjo përfshin kërkimin e punëve specifike që ne sapo folëm, përshtatjen e CV-s tënde ose rezumes tënde për ta bërë atë sa më të përputhur me pozicionet e punës. Kjo shumë e rëndësishme. Nuk është vetëm një CV gjenerike. Unë kam një CV dhe kam listuar të gjitha ato aftësitë e mia, kualifikimet dhe eksperiencën. Eksperienca ime e punës është interpretimi im. Unë mund të zgjedh dhe të them që unë kam punuar në customer service në McDonald's. Po japim detaje, po thjesht është shumë e rëndësishme kjo. Ose mund të zgjedh dhe të them që unë kam punuar në McDonald's dhe njoh kuzhinën. Në fakt unë kam punuar të dyja. Fokusin do ta vë në bazë të pozicionit që po aplikoj. Ndaj them, një CV që është e përshtatshme dhe i përputhet shumë pozicionit të punës që ne aplikojmë, është e domosdoshme, sepse CV-ja është impakti i parë që ti merr si individ. Dhe është shumë i rëndësishëm sepse të identifikon ty si individ. Është marketimi yt ndaj vetes. Dhe jo të gjithë e bëjnë këtë mirë. Ndaj është rëndësishme që ne të kemi një CV që është e përputhur mirë me pozicionin e punës që ne aplikojmë. Dhe këshillohet që CV ti kemi të ndara në bazë të pozicioneve të ndryshme që duam të aplikojmë, që janë përshtatshme për aftësitë tona. Pas kalojmë me pjesën e përgatitjes së intervistës. Nëse ne kemi qenë të zgjuar mjaftueshëm që të gjitha aftësitë tona ti përkthejmë në një, le të themi, vegël marketingu shumë të mirë për veten tonë, me shumë gjasa ne do thirremi në intervistë pune. Dhe ky është impakti i dytë. Tani çfarë ndodh? Ti mund t'ja japësh CV-n e jaj, dhe ta bën shumë bukur me fjalë shumë të bukura, por çfarë ndodh? Nëse unë jam një imigrant dhe unë flas anglisht, por anglishtja ime nuk është aq e avancuar, ashtu sikurse unë
kam bërë në CV-n time, kam përdorur në CV-n time, atëherë të ndodh një clash. Dhe clashi për punëdhënësin krijon një tip disappointment, një zhgënjim. Sepse nuk përputhet. Po nuk ka, shiko, dakord, po nëse nuk do ta bëje me inteligjencë artificiale, nuk do përzgjidhesh fare. Kështu të paktën nuk përzgjodhe për intervistë, you take a chance, you take a risk. Por përse ti mos përdorësh, mos tregohesh pak më i matur dhe, duke qenë se ne kemi shumë resurse që janë edhe falas, po edhe private, të investosh pak më tepër për të bërë diçka që ty të jep shansin. Po do ta investoj, por momentalisht ai nuk ka pas mundësi të investoj. Ka mundësi ekonomike, po ka. Atëherë, nëse nuk ke mundësi ekonomike, ndaj po them, mund të shkosh një këshilluese karriere. Dakor. Do jetë në gjendje të të jap ty falas, nuk po flas. Që edhe ajo që dësha të thosha është edhe blofi i të luajturit, blof i të përdorurit inteligjencë artificiale, 1 në 50 raste mund të funksionojë. Mund të funksionojë, por apo flasim për atë rast specifik që mund të funksionojë apo për masën. Nëse i referohemi masës, dhe unë këtu dua të fokusohem, është që ti të kesh një impakt efektiv që ty të përfundon të gjithë ciklin e qëllimit tënd. Dhe nëse qëllimi është për të punësuar, atëherë ti duhet të përgatitesh për të gjitha fazat dhe gjithçka duhet përputhet. Vetëm kështu ne arrim që me shumë, domethënë të rrisim probabilitetin që ne do arrim dhe të marrim një pozicion puna. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, normalisht që CV-ja pasurohet me eksperjenca dhe me trajnime që ne i kemi folur tashmë dhe nuk kemi sepse t'i kthehemi mbrapa. Për faza e fundit, vjen në fazën e përgatitjes së një interviste pune. Më fal, një pyetje të shkurtër. Një ndërhyrje të vogël. A jeni dakord se shumica e njerëzve egzagjerojnë në thonjza, gënjejnë në CV-t e tyre? Edhe në jetën e dhe kjo rezulton të jetë po kjo është një fakt shumë i njohur i çdo punëdhënëse di këtë. Okej. Pra, mesazhi që japim margin e le të themi egzagjerimit e merr parasysh, por do të bazohet në gjërat konkrete. Pra, mesazhi që japim është mashtroni, diçka do ngelet. Mesazhi që unë jap si le themi, nuk e di, mund ta quaj veten ekspert të punësimit dhe të trajnimit, është investoni në karrierën tuaj në mënyra të ndryshme. Mos keni parasysh, rëndësia do të jetë gjithmonë e barazvlefshme midis eksperiencës dhe trajnimeve ose kualifikimeve specifike në vendin e punës. Sa më shumë ne ekspozohemi, kthithim njohurinë, gjithashtu edhe zhvillohemi nga ana praktike me aftësi që na duhet në vendin e punës, aq më real do jemi në një intervistë, aq më natyrisht ne do t'i përgjigjemi pyetjeve që shumë shpesh janë të mirë shkruara që të vënë ty në pozicione të vështira, por kur ti ke shembuj konkret që ti mund t'i rikthehesh, gjithçka rrjedh në mënyrë të natyrshme dhe probabiliteti për të arritur suksesin në atë vend pune është shumë herë më i lartë. Kështu që përgatitja është shumë e rëndësishme. YouTube ka intervista për personat që nuk kanë anën ekonomike. Sidoqoftë siç tha Endri, mashtrimi funksionon nëse ti do krijon një imazh për veten tënde përgjithësi. E mendoj këtë. Ose ka shumë persona që njohim edhe e bëjmë bombastike situatën e vet, ndërkohë nuk kanë asgjë efektive. Këtë desha thosha që çdo punë mund të mësohet për një periudhë 2 deri në 3 muaj, sado e komplikuar apo e vështirë të jetë ajo. Kështu që nëse blofi i funksionon, jemi akoma në fazën që të arrim në vendin e punës. Mendoj që po flasim për fazën para se ne ta arrijmë. Në rregull, pra në momentin që arrin, sa do të kesh gënjur në intervistë për 3 muaj do ta mësosh punën. Jo, nëse ti ke qenë shumë i zotë. Le të inkurajojmë njerëzit marrin rreziqe dhe të provojmë fatin. Kemë rasti si kanë marrë shumë rreziqe. Ti ke qenë shumë i zoti që ta bindësh një punëdhënës që ka jo vetëm eksperiencën, por ka edhe pjesën. Unë kam 15 vjet që nuk ndroj punën. Nuk po flas për vete, por rezulton që shumë veta janë mjeshtër të asaj që quhet talk the talk,
and not walk the walk. Mendoj që është e kundërta shpreha, është talk the talk and walk the walk. Po pra, Por kjo është shpreha. që të But they bësh atë talk the ka talk, but they don't walk the Po, po, walk. i pris. That's what I'm trying Por, to... pikërisht, Ne por kemi faktori të të punës, mendoj që kjo qasje nuk të çon shumë larg. Është ajo çka ashtu sikurse edhe ti Endri, po edhe ti Rezi ke bërë, ke zgjedhur të bësh, është të investosh në fushën e profesionit tënd. Unë nuk e kam pasur asnjëherë si E ke përdorur si praktik të pjesën që tha Endri? Atëherë për çfarë arsye ti bashkohesh me këtë? Jo, Fikohesh mendimi me ndoshta nuk u shpreha qartë. Mashtrimi që thot Endri ne e gjejmë në persona, individ që nuk kanë aq vlera sa shesin. Por kjo vlen për mass medias, kjo vlen për ditën e përbërgjeshme. Që shikojnë ndryshe këto gjëra, Rezi. Jo, flas, nëse do të mashtrosh, mashtro në diçka që nuk ka rëndësi. Jo në punë, jo ke zgjedhja profesionit. Këtë lloj njerëzish ti shikoj si njerëz që kanë vendosur të investojnë në jo me larg pamësi. Mu nuk më pëlqen përqasja. Ti mund t'ja hedhësh një herë. Po herën e dytë, herën e tretë, dikush do të shikojë. E vërteta del gjithmonë. Le të qëndrojmë sa më real. Unë jam të qëndruar sa më real, sa më transparent, edhe të bërit gjërave mirë, po edhe me përshkushtim, po edhe me shumë pasion. Unë personalisht nuk e bëj këtë gjë, sepse më jep të ardhura shumë të mëdha. Alizari është një kompani shumë modeste, që faktikisht fokusin e ka në komunitet, por unë kam zgjedhur këtë model, sepse besoj që nëse unë do jap më të mirën time në këtë fushë, në komunitet, e para më plotëson mua si individ, më motivon. Është diçka motivuese që unë të çohem nesër dhe se unë do ta bëj prapë këtë gjën. Kur unë marr lajmin nëse kam ndihmuar dikë për shembull për një vend pune që ka qenë shumë rishtas në fakt, më ndodhi që një vajzë aplikoi për një vend pune dhe unë ndihmova me CV, dhe më tha të lutem ky është pozicioni i punës, çfarë pyetjesh mund të më bëjnë? Ishte e huaj, në fakt jo shqiptare, dhe unë i përpilova 10 pyetje. Thash, okay, përgatit këto pyetje, mendoj që këto do jenë pyetjet që do të parashtrohen në intervistë. Ajo më merr në telefon dhe më thot, nga 10 pyetjet që ti më ke bërë 8 nga këto pyetje më ranë të gjitha. Dhe shumë faleminderit që paraprakisht mi parashtrove pyetjet, sepse unë isha në gjendje ti përgatis. Se ne e dim shumë mirë që në një moment emocional, ndërkohë që ti mendon që unë jam shumë e nervozuar, mund të kem shumë kandidatë të tjerë që kanë më shumë eksperiencë, ti bllokohesh. Dhe jo gjithmonë ti je në gjendje që të mendosh qartë dhe të artikulohesh mirë. Por kur ti i bën disa pyetje paraprake, i parapregatit, ti edhe nëse nuk e ke përgjigjen 100% sikurse është përgatitur paraprakisht, ti do arrish ti përafrohesh përgjigjes tënde. Kështu që këto gjëra janë shumë domosdoshme. Edhe kjo në forma shtrimi është Jo, më fal. Është interpretimi yt, nuk mund ta pranoj. Jo, po për ta mbaroj. Por është interpretimi yt për veten tënde. Është interpretimi që në mënyrë indirekte profesional për veten tënde. Ti mund ta interpretosh sikurse nëse ti do ta interpretosh veten në mënyrë spontane, do ishte shumë normale, por nëse ti ulesh atë mëson ato pyetje, një formë shtrimi është, sepse është artikulimi, është që ti t'jesh në gjendje të organizosh mendimin tënd për të dhënë një përgjigje të saktë, që ty mos të shpëtojnë nga mendja ato pikat kryesore që ti do të nxjerrësh në pa. Gjithçka është revising. Ti nuk mund të shkosh nesër në punë, mos ta kesh bërë atë raportin që duhet ta bësh, mos ta kesh shikuar fare dhe të shkosh edhe të flasësh sikurse ti e din gjithçka. Apo jo? Gjithçka, përgatitja ka rëndësinë e vet. Unë nuk them që të përgatitesh të mashtrosh. Nuk e them këtë asnjëherë. Por të përgatitesh të nxjerrësh në pa vlerat tua profesionale, aftësitë tua profesionale, por edhe organizative, po edhe ato aftësi që janë transferuese, që ndoshta nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me pozicionin e punës që ti po aplikon, por janë komplementuese në vendin e punës, që tregojnë dhe pjesën tënde humane, se në fund të fundit ne jemi njerëz. Ne do punojmë bashkë,
por duhet jemi të njerëzishëm bashkë, ne nuk jemi robot. Që ose kthehemi ke mashtrimi i Endrit, për shembull, unë nuk e kisha Mashtrimi i Endrit. Endrit Do identifikohesh me mashtrimin e Endrit. Unë për shembull, për sa i përket intervistës ose bërjes së CV-s, ishte pa njohur nga ne, si europian, paktën në kohën që unë kam lëvizur, të fusësh që unë këtë periudhë kam qenë nën. Dhe kjo mu dukte një farë mashtrimi, unë thojsa se... Pa është mashtrim në fakt? Nuk është mashtrim, po me mentalitetin që kishim ne, se ne nuk na e njihnin. Që kanë qenë pa punë, thonë I was traveling, edhe është mashtrojnë. Okej, atëherë, a ka shumë rëndësi? Po, Nëse sigurisht që ka. Traveling, një moment. Sigurisht që ka. Një moment. Çfarë rëndësie i jep në vendin e punës? Nëse unë them traveling, unë si punëdhënës, tani unë nëse ti çfarë ka një flamur të kuq tek ty, që ke qenë pa punësueshëm për një periudhë 1 vjeçare ose 8 mujore. Më vjen shumë mirë që ti e përmend këtë gjë, sepse ajo nëse ti thua kam qenë traveling, nuk kupton që unë nuk kam një flamur të kuq, po kam qenë thënë i zënë me aktivitete të tjera. Ndërkohë mentalitetin ti pse më pyet? Atëherë, një moment, se jeni bërë 2. Nuk po e kuptoj dot. Shiko, fuqia e argumentit bëri që unë të kthehem në majorancë. Po ju gjithmonë keni qenë në majorancë sot. Jo, në fillim bisedës unë isha në minorancë. Po ishte para se të fillojmë intervistën. Ishim në nivele personale këtu. Fuqia e argumentit. Atëherë, doja të kthesha te fakti që ti përmende, nëse ne themi që unë kam qenë duke udhëtuar gjatë kohës të vitit kaluar dhe për këtë arsye s'kam qenë i punësuar, ose unë kam qenë pa punë. Kam qenë i dështuar se s'më merrte njëri punë, nga që nuk do të thuash këtë, por nuk e thon prandaj them që ka mashtrime. Gënjeshtra të bardha. Okej. Unë sa po e përmenda pak më përpara që gënjeshtrat e bardha, gjithsesi egzagerimet në CV është diçka e mirëqenë dhe çdo punëdhënës e din këtë pjesë. Në shumicën e rasteve ne kemi egzagerime. Okej? Kjo është e para një. Kjo nuk mund të mohet asnjëherë. E dyta, unë si punëdhënës, nëse kam një kandidat që më thot kam qenë duke udhëtuar ose kam qenë i papunë, nuk do merrem shumë me këtë pjesë, se për mua të dyja nuk janë avantazh për kompaninë time. Unë zgjedh një person të vi dhe të bëj një punë, të më zgjidh një problem në vendin e punës. Gjëra që unë do të shikoj është kjo CV-ja, ndërkohë që ky personi ka qenë i papunë, çfarë ka bërë? A ka investuar në një kualifikim? A ka marrë pjesë në një konferencë që ka lidhje me pozicionin e punës? A është aktivizuar në punë vullnetare, qoftë? Pra në mënyrë indirekte, po themi që duhet të kalojnë në nivel tjetër mashtrimi që ta mbushë atë gapin me eksperjenca me konferenca. Ose personi në mënyrë që ta evitoj mashtrimin në mënyrë totale, mund të jetë i qartë çfarë pozicioni pune do të përgatitet, do të përgatis dhe hapat që duhet të ndjek që kur të shkoj në përballje me një punëdhënës të jetë sa më i sinqert, sa më natyral, se mos harroni. Flasim për njerëz që kanë eksperjenca shumë të larta në nivele të ndryshme dhe nuk është e lehtë i gënjesh kollaj. Shumë nga këto, dhe prandaj futet edhe pjesa e burimit njerëzor, se shumë nga këto individ që marrin pjesë në një panel interviste janë të kualifikuar për të parë edhe këto gënjeshtrat, për të parë reagimin tënd. Faleminderit. Sjelljen tënde. Kështu që nuk është aq e lehtë saç mendohet që mashtrimi do të bëj ty që të ngjisësh shkallët e karrierës, kurse si, mendoj është komplet e kundërta. Është mirë që ne ta njohim shumë mirë sistemin, të investojmë shumë për të njohur çfarë kompanie po shkoj dhe po jap intervistë. Çfarë vizioni ka kjo kompani? Ku si lëvizi njerëzit, çfarë financash ka patur, çfarë aplikimesh përdorin, çfarë sistemi kanë, kë kanë klient, me kë merren, dhe kjo të jep ty avantazhin që ti përdorësh këto informacione. Po jemi pak kontradiktor në prezantimin e vetes tënde. Tani, më fal që se s'kam për qëllim të bëj të vështirin, po kur ne themi që po flasim për ta them një sekond.
Kur ne themi që do flasësh, po flasim për pozicione bazike, fillestare, nuk ka kohë njeri të studioj kompaninë aq se nuk do marri 400 milion pound, sepse është investim i tepërt. Absolutisht jo. Tjetri dojnë punë, filloj punë dhe të vazhdoj jetën e të merret me veten. Jo, po investoj, le veshkën aty edhe për 12 pound ora. Do jem shumë kundërshtuese me këtë gjë. Përse? Sepse nëse ti si individ nuk je në gjendje që të kuptosh modelin e biznesit tim, atëherë si do t'i zgjidhësh ti problemet e biznesit tim? Po shumë me ti vjen me mendje, një moment. Nuk vi të zgjidh problemet unë, se nuk jam menaxher i lartë. That's exactly what you do. Çdo punëtor unë vi marr instruksione sepse është pozicion bazik. S'ka problem, ti do zgjidhësh probleme bazike. Sepse ti punëtohesh për të zgjidhur problemin bazik. Ti punëtohesh për të zgjidhur. Qoftë do lozi me fjalët, nuk zgjidh njeri në pozicione bazike probleme. Thjesht i jepen direktiva, ndjek ato instruksionet. Direktivat janë pikërisht për të zgjidhur një problem. Dhe problemet kalojnë në varësi të pozicionit të punës. Është edhe i dedikimi. Por nëse punëdhënësi do t'i bënte të gjitha vetë, përse të punësoj ty? Se s'ka kohë, se do të kishte bërë. Pikërisht ja, po s'ka kohë të merr ty që ti më pas të kthehesh. Po nuk kam kohë të studoj kompaninë nga fillimi në fund, se nuk po shkoj si CEO, si CEO. Po nuk po flas për atë lloj hulumtimi. Endri, të lutem, mos e keq interpreto fjalën time. Unë nuk po flas për hulumtime ku ti duhet merresh me statistikat dhe me ato përfitimet vjetore, por flas për atë çka ti mund ta gjesh shumë lehtë në website-in e një kompanie, që thot, ne jemi, kjo kompani kemi kaq punëtor, merremi me shërbimin ndaj klientit, specializohemi në fushën e kujdesit ndaj të njerëzve, le të themi, me aftë të kufizuara. Kështu që unë nuk po flas për këto nivelet e larta që ti po përmend tashmë. Unë po i referohem në varësi të pozicionit të punës. Qoftë ky i nivelit bazik, qoftë ky një niveli më të avancuar, është gjithmonë një praktike mirë që ne të familiarizohemi me kompaninë që na ka ftuar për të bërë pjesë. Dhe ta përmbledhim është ke dedikimi që ke ti dhe ke interesimi që ke për vendin e punës. Patjetër. Ajo është primarja. Ato që në fillim, ne thamë që në identifikimin e pozicionit të punës, qose ato bëjnë roba qetësi dhe ti ke apliku për qenë ekonomist, ka lidhje. Dhe ai thot, derisa ky po vjen kompaninë time dhe din ne ç'a bëj, është ke dedikimi. Jo, ti mund të kesh aplikuar dhe në një pozicion ekonomisti për atë organizat. Nuk për organizat mund të jetë shumë pozicione pune, por është e rëndësishme që ti të përshtatesh dhe të familiarizohesh jo vetëm me pozicionin, por edhe me vizionin e një kompanie që ti aplikon. Unë mendoj ajo forma që thot Endri, edhe për sa i përket thojza nuk është mashtrim, po është prezantim ndryshe, në disa raste gjejmë vend aplikohen, sepse nga një herë personat shumë të kualifikuar nuk janë të zotët e fjalës dhe zotët e prezantimit, po janë goxha të zotët e punës. Është komunikimi efektiv Rezi, për mua nuk ka lidhje me mashtrimin, është se si ne zgjedhim të komunikojmë. Okay? Dhe informacioni selektiv që ne përdorim për të arritur dhe të ta bindësh panelin intervistues që unë jam personi dur për këtë pozicion dhe duhet me jepni shansin që unë të provoj këtë gjë. Pa jo vjen me konfidencë, Emi. Pastaj ka shumë elemente tjerë. Ka shumë elemente tjerë dhe po folëm për sa i përket arsimimit që tham dhe shumë e drejt po vetë ndyshim, ato studiojnë në universitet këto njerëz, a duhet efektivisht si do të vijë ardhmja e këtij e botës. Unë mund t'i them që edukimin është pikëspari dituri, po t'jep vetbesimin, ajo që quhet confidence në anglisht, që ti të thuash unë jam, unë vlej, dhe njohshmërinë dhe konstancën dhe që t'ecësh përpara. Ç'është vetbesimi? Ti të aplikosh për një pozicion shumë të lartë se sa ti e mendon. Ti t'japësh një intervistë, di ta mbash intervistën, sepse ti ke kualifikimin dhe ti tenton.
E merr se merr është diçka. Ajo është forma Atëherë ti po del që baza është konfidenca, është e barabartë me bashkangjitur me ditën, me nivelin e aftësisë tua profesionale, po, dhe me nivelin e eksperiencës tënde në vendin e punës, apo jo? Bashkangjiten gjitha bashkë. Atëherë, padyshim, pjesëmarrja në çdo lloj kualifikimi njëherë para punës është shumë më tepër se një hap drejt punësimit, se ne po flasim vetëm për punësimin këtu, por në fakt është një proces. Dhe ky është një proces që e fuqizon personin në nivele personale, por edhe sociale. Për shembull, për shumë individ, sidomos për emigrantët ose ata që janë jashtë tregut punës për një periudhë të gjatë, meqense po flisim për këtë gjë, ndjekja e një kursi është pika e parë, ku fillon rikthimi i vetbesimit te vetja, por fillon edhe integrimi. Integrimi dhe motivimi për të ecur përpara. Po. Një sekond. Këto janë absolutisht shumë të rëndësishme, shumë të vlefshme. Pyetja thelbësore që ka lindur së fundmi është a duhet domosdoshmërisht të investojmë në bachelor? Po pra. Se këto Atëherë, tjerat janë absolutisht nevojshme. Dhe besoj që këtë pjesë ne e zauruam. Po. Kualifikimet janë të ndryshme dhe normalisht një diplom nuk mund ta zëvendësoj një kualifikim personal dhe anasjelltas. E gjitha kjo varet në nivelet e profesionit ose karrierës që ne shikojmë veten tonë. Dhe sa më lart ne shkojmë, normalisht duhen një uri më të thella etj. Por shumë e rëndësishme që të marrim parasysh që edhe kualifikimet profesionale janë një formë e dukshme progresi. Çfarë do thotë? Atëherë, kur ne marrim aftësi profesionale dhe kemi atë pjesën e ekspozimit të një roli specifik, kjo na rikthien atë ndjenjen e vlerës personale dhe të fuqizon në një farë mënyrë identitetin tënd profesional. Po ja të pyesim Endrën. Bëhet edhe një rrugë kjo, Rezi. Sa ta mbaroj pak. Bëhet një rrugë kjo që tregon që suksesi është i mundur dhe nuk ka rëndësinë çfarë faze të jetës je, ose nëse çfarë ambienti je. Ti mund të kesh ndryshuar komplet ambientin, sikurse folëm për një rast të një emigranti që ka ndërtuar karrierën diku tjetër dhe është rikthyer ose po vazhdon punë ose po kërkon punë në sektorin e Britanisë Madhe tashmë. Është shumë e rëndësishme që ky transformimi nuk është vetëm ekonomik. Nuk është vetëm një aspekt ekonomik, por është edhe një aspekt profesional dhe psikologjik. Kështu që kur ne investojmë në vete, konfidenca që ti përmendë më përpara, nuk mund të vinë në mënyrë shumë natyrale kështu pa investuar fare. Konfidenca të vjen në momentin që ti e kupton më mirë një sektor pune. Po gjithashtu të vjen edhe duke ditur që ti ke një kualifikim përkatës për atë pozicion që ti aplikon, që të bën të vlefshëm për atë pozicion pune. Kështu që një trajnim që ne bëjmë specifik tek Alizari është quhet Mental Health and Well-being. Dhe kjo është me të vërtet, ky është një ndër kurset që tani po shihet në masë nga shumë organizata, sepse duke ditur që ne jetojmë në një ambient shumë të shpejt. Ajo pesha emocionale dhe psikologjike rëndohet po ashtu. Ky kurs pikërisht fokusohet tek kujdesi ndaj vetes dhe e njohjes kapaciteteve tua personale. Që ta përmbledhim Memi, suksesi më i mirë është të jesh mirë me veten, jemi dikushi ose të arrim një karrierë, jam unë drejtor, ka shumë pak rëndësi. Rëndësia për mendimin tim në stage of my life që jam unë tani, besoj se kjo vjen dhe me kohën, është të jesh mirë me veten dhe të jesh sa më afër vlerave njerëzore. Dhe kjo është gjëja e arritur tashmë dhe ke ti kaluar sfidën e të qenurit, por edhe rehatë në atë çka ti bën dhe në atë çka ti përfaqëson. Do të thotë që investimi yt ndër vite të ka bërë që të jesh në kontakt jo vetëm me nivelin profesional, por të ka bërë që të kuptosh që mirëqenia njerëzore është një balans midis të dyjave. Balansi midis investimit tënd, plotësimit tënd profesional, që po ashtu investon
ose ka një impakt të drejtë për drejtë edhe te pjesa jote personale, individi që ti je. Tash unë jam shumë kurioze, kemi një dëshmi nga Endri që ka shumë diploma, se folën që pa. Endri tash na trego si ka ndikuar, se domethënë ne përposje japim motivime, po japim edhe eksperiencat personale janë shumë të vlefshme, sepse njerëzit lidhen me këtë pjesë. Ka ndikuar shumë pozitivisht në formimin tim si individ dhe shumë dobët në sigurimin tim të pozicioneve të punës apo zhvillimin e karrierës. Pra, shumë mirë, shumë pozitivisht në formimin tim personal, në zhvillimin tim si individ, dhe ka qenë të pa suksesshme në sigurimin e pozicioneve të mira të punës. A mund të sfidoj, ose a mund të pyes pak më tepër, nëse mund ta përkufizosh me një fjali, përse ka ndodhur kjo gjë? Për sa i përket anës profesionale? Sepse tregu i punës ka evoluar në një mënyrë galopante, sepse gjeneratës time i është shitur si histori suksesi dhe zgjidhje të pasurit një diplom universitare apo pas universitare, dhe se industria e edukimit universitar dhe pas universitar për rezulton të jetë një strukturë e gënjeshtërt. Pra, nuk garanton apo siguron ato që premton në fillim. Ose nuk ka një përputhje midis kurikulumit edukativ me atë çka sektori i punës. Po, sigurisht. Ofron. Sepse po ecin në kursi me shpejtësi të ndryshme. Është balanca e shoqërisë dhe vlerave të shoqërisë që Po, mendoj që ka të bëj, ajo çka unë po marr nga kjo është që kurikulumet edukative nuk janë tashmë të përshtatshme për evolimin e sektorit të punës. Dhe kjo gjë është faktikisht identifikuar disa vite më përpara në Angli, ku u futën si pjesë e kurikulumit edhe apprenticeships. Nuk e di sa nga ju janë të... Apprenticeship është një skemë edukative që në fakt e përfshin edukimin dhe anën praktike. Dhe duke parë që ka faktikisht një hendek midis edukimit tradicional, akademik të ndjekur dhe fushës sektoreve të ndryshme të punës, atëherë qeveria vendosi që të krijojë këtë diçka që është e messhme e përpjesshme, ku njerëzit mund të kenë qasjen dhe mund të ndjekin edhe nivele të larta apprenticeshipi që janë të barazvlefshme me një diplomë universitare ose post-universitare, por që ky program presupozohet të jetë më tailored për vendin e punës që njerëzit aplikojnë. Erdhi një farë periudhe që u kthye në biznes, sepse një student edhe akoma është biznes. Edhe akoma biznes. Është në fakt biznes. Fusha e edukimit është një ndër ose universitetet në Angli kanë një ndër ardhjet më të mëdha financiare si sektor. Fusha e edukimit. Rregull pra. Po pikërisht pra. Dhe bashkohem me atë çka ti konstaton. Si këshilltare punës, mund t'i këshillosh Endrit të aplikoj për shembull për diçka më dhe ti insistoj. E para unë duhet të di se ku e ka qasjen dhe flas për sektorin e punës. Duhet të di ku e ka qasjen, prirjen dhe kualifikimet ekzistuese. Ne ke të jetë një biznes më i madh. Po mendoj që Endri po bëhet pak modest. Nëse keni ide biznesi, jeni e mirë se ardhur të na i sugjeroni. Nëse të keni sugjerime për punë 9-5, ju falemnderit. Po, iniciativa që ju keni marrë faktikisht është një platformë shumë bashkëkohore. Faleminderit se na dhe uroj shumë që e di çfarë, në fund të ditës, arsimi, trajnimi, eksperiencat e punës etj, të gjitha këto janë ura
Janë ura që lidhin zhvillimin profesional me mirëqenien personale. Nëse unë punoj sepse dua jo vetëm të zhvillohem profesionalisht, po dua të kem një mirëqenie të mirë, dua që fëmijët e mi të kenë kushte më të mira, dua që ata të ekspozohen në eksperienca që ndoshta unë nuk i kam patur në moshën e tyre, etj. Domethënë është një ndërthurje kjo, është një urë që lidh zhvillimin profesional me atë mirëqenien personale dhe të mësosh që të arrish në një kualifikim ose thjesht përfundosh një kurs, qoftë edhe një gjuhë të re. Krijon një ndjenjë të thellë vetvlerësimi. Të pyes, pse të pëlqen platforma jonë? Që e vlerëson, çfarë vlerëson platforma jonë? Sepse e para është shumë është një platformë që jep mundësinë çdo kujt ta aksesoj. Ne të Alizari kemi marrë përsipër që të bëjmë kurse falas anglishtje dhe tani kjo nuk është një nismë disa mujore, po jemi në vitin e 4 që e bëjmë këtë gjë. Dhe e ofrojmë një herë në javë, falas, për gjithë ata që duan të ndjekin gjuhën angleze, dhe këto klasa ne i ofrojmë pasdite për t'u dhënë mundësinë qoftë atyre që janë në marrëdhënie pune, të kenë mundësi dhe të zhvillohen sadopak në gjuhën angleze, që është një ndër gjërat që shpesh emigrantët fatkeqësisht është një ndër disavantazhet e emigrantëve, që sepse ti mund të jesh shumë i mirë në atë që bën, po fakti që ti nuk e artikulon dot të penalen. Mendoj se do jemi efektiv. Dhe duke qenë se kjo është një urë komunikimi, Rezi, është një urë komunikimi që të mendoj të lidh me audienca të ndryshme, të lidh me ata që kanë nevojë, po të lidh shumë edhe me njerëzit që ndoshta thjesht duan, e di çfarë, ne nuk jemi gjithmonë, ne nuk e dimë se çfarë ndodh me ne ose me dikë tjetër. Të qenurit nice, të qenurit i mirë, të qenurit i vlefshëm për dikë Gjeneroz. Jo vetëm gjeneroz, po edhe gjeneroz, pse jo? Mund t'i vlej dikujt më shumë se sa ne e mendojmë paraprakisht. Dhe mendoj që kjo lloj platforme do ketë impaktin për shumë nivele të ndryshme njerëzish. Dhe fakti që ju trajtoni tema të ndryshme, dhe unë i kam ndjekur me shumë kënaqësi disa nga parafolësi që ju keni intervistuar dhe me të vërtetë shumë të këndshëm, dhe ti kupton që njeriu duhet jetë mendje hapur. Nëse ti je mendje hapur dhe do ta përqafosh dijen, ti dijen e merr në forma të ndryshme. Unë kam mësuar shumë nga parafolësi zoti Dizdari që ishte i ftuar juaj apo jo? Dhe më lidhi shumë me atë kohën që ai shpjegoi paksa për, nëse nuk gabohem, kur fliste për vitet e para dhe thoshte ne imazhi ynë që ne kishim për demokracinë faktikisht ishte një zhgënjim total, nëse mund ta perifrazoj kështu. Ajo çka ne donim ishte shumë e pastër, shumë konkrete, shumë e zgjatë, dhe çka ndodhi më vonë, pa çka që me shumë të drejtë ai nuk i ka humbur shpresat, është faktikisht në një farë mënyrë një zhgënjim. Dhe nëse unë përkthej këtë në një kandidat pune, nëse ti do shkosh dhe do flasësh për diçka që ti nuk e di mirë, ti mund të kalosh një shkallë, po më pas do krijosh një zhgënjim. Kështu që është një platformë që mendoj lidhet me shumë njerëz që janë në pozicione të ndryshme, që duan gjëra të ndryshme. Dhe unë ju uroj me të vërtet shumë sukses në këtë që ju keni zgjedhur të bëni. Dhe jam shumë e kënaqur që mora pjesë sot, me gjithë sfidat, me gjithë ato antigonizmat, ose me se e bën gjën edhe më interesante patjetër. Por është shumë e rëndësishme që të qëndrojmë koherent. Dhe unë jam shumë e kënaqur që ju e keni zgjedhur ta bëni këtë. Dhe Endri, ti e ke idenë e biznesit. Çfarë ide e biznesi kërkon ti sapo e ke nisur? Edhe idenë e podcastit, kështu që Endri ka shumë ide. Prandaj unë Endri ne shikoj lart e më lart. Faleminderit. E vlerësoj. Dhe jo, e mendoj këtë gjë dhe e them në mënyrë shumë të sinqertë. Faleminderit edhe për ftesën, edhe ka qenë një kënaqësi për mua sot. Faleminderit. Kënaqësia ishte e jona. Kënaqësia jona dhe për feedbackun është shumë i rëndësishëm për ne dhe një formë që ne të përmirësohemi, dhe gjithashtu ne tentojmë të japim informacione siç ju thatë, por dhe të promovojmë figura si puna juaj dhe shumë të tjerë, profesionistë të një nivelit të lartë, po qoftë edhe të një punëtori thjesht, por që nuk promovohet.
Dhe një ndër objektivat e podcastit është përcjellja e historive të suksesit, personave që punojnë fort, dhe ndaj sot ne të kemi marrë ty si për këshillime. Mund ta kontaktoni Emin nëse keni nevojë për mbështetje nga ana profesionale ose Patjetër, Emi gjendet shumë kollajshëm tashmë te Aliza Prospects Training, por Alizari nuk është Emi. Unë thjesht ndodhem këtu, ishte vizioni që unë solla dhe jam shumë e lumtur që këtë vizion e kanë përqafuar edhe pjesa tjetër e stafit që ne mund ta themi që mund ta kontaktojnë edhe në organizatën tonë nëse kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Ne bashkëpunojmë nëse kemi persona që kanë nevojë për gjuhë angleze, qoftë edhe falas, mund t'i delegojmë ke Alisari, kështu që pse jo, kontaktoni Alisarin, kontaktoni Emi Gjonin, sepse është një eksperte e fushës dhe do t'ju lehtësoj punën tuaj në Angli. Faleminderit për pjesëmarrjen imi dhe do të shihemi ndoshta një puntat tjetër, një Rezi ti e di që unë nuk para e kam qejf podcastet ose daljet publike shumë, por me të vërtetë unë argëtova sot. Ishte kënaqësi dhe shpresoj që sadopak ti kemi ardhur ndihmë njerëzve që kanë nevojë pikërisht për këtë bisedë që ne bëm sonte. Kështu që shumë urime dhe për ju dhe me shumë kënaqësi përse jo mund të rishikohemi sërish. Patjetër. Faleminderit, kënaqësi. Natën. Ja ime, natën e mirë. Natën e mirë.